Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Fillimisht para së gjithash dhe gjithmonë vetëm Allah na falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, lëvdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi mësuesin e njerëzimit, i pejgamberin e fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mi familjen e tij, shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas falëndimit të Allahut xhalla xhelaluhu, falenderoj Këshillin e Bashkisë Islame në Istog në krye me kryetarin Mollahshemin, xhallarat që janë prezent, që u përkujdesin për këtë event që jemi sot bashku, po gjithashtu edhe në kryetarin e komunës përfaqësuesen e institucioneve që sot ka treguar për kushtimin e tij që të bashku me komunitetin në aktivitete ndryshme. Dhe gjithë të pranishëm vëllezër dhe motra, lutë Allahun e madhnuar që Zoti na i pranon durimet tona dhe gjithmonë të na bën të jemi në frymën e asaj që na ka mësuar i dërguari jon Muhamedi alayhi salatu wasallam. Tema për cilën do të flasim sot nga një aspekt është temë normale e zakonshme, sikur që edhe në kryetarin nderuar e përmendi, kontributi i besimtarëve të udhëhequr nga institucioni i Bashkisë Islame ka qenë gjithmonë prezent, ka qenë gjithmonë i pranishëm në çdo situatë, në çdo telatër që ka kaluar populli jonë. Nga se ky institucion është ndërtuar nga vetë populli dhe është vetë populli. Xhallarët kanë dalë nga ngjiri i këtij populli dhe janë kthyer në shërbim të këtij populli. Prandaj që të flasësh se si na mëson Islami me i kontribu vendit, me rujt vendin, me ndërtu vendin, realisht është një tregimi një historie të gjatë që populli jonë është dëshmitar i saj. Në anë të nderuar, të flasëm për këtë temë është edhe një dëshmi e radhës se Islami ka ardhur me mësimet e tij për të mirën e njerëzve. Dhe ne asnjëherë se kemi pas pengesë këtë fe në gjitha zhvillimet tona. Asnjëherë s'ka qenë problem të lashe kjo fe, përkundër ka qenë lehtësim për neve, ka qenë një frymë mbi bazën e cilës jemi organizuar, kemi qenë unik, kemi kaluar sprova të ndryshme me fuqinë e besimit dhe pastaj inspirimin që e kemi marrë nga të parët tanë. Jo vetëm agjerimit të ndëruar, por gjitha adhurimet tona janë në shërbim të vendit. Nga se ky Islam ka ardhur me shërbim njeriut, e njeriu i shërben vendit. E çish ka mundësi njëri me shërbim vendit vet? Çka duhet njëri me vepër me shërbim vendit? Duhet me qenë një qytetar i mirë, një banor i mirë. E si bëhet një qytetar i mirë? Si bëhet një banor i mirë? Bëhet atë kur i njeh të drejta që i takojnë po dhe obligime që i ka karshi shoqërisë. Sa ka udhëzime që Islami na mëson se si duhet të sillemi karshi të tërkujt. Prindërit janë pjesë e shoqërisë, obligime që kemi karshi prindërve, karshi fëmijëve, karshi të vjetërve, karshi të moshuarve, karshi kategorive ndryshme të shoqërisë e kështu me radhë. Dhe organizimi i këtyre raporteve në frymën e dur është shërbim më i mirë që e bëjmë vendit, për shkak se pastaj si kolektivitet bashkëpunojmë për të quar përpara procese që kanë të bëjnë me vendin tonë. Edhe agjerimi të ndëruar si një obligim mbledh në vetën e tij udhëzime të shumta të cilat na ndihmojnë që të jemi qytetar aktiv, produktiv, të mirë, të zellshëm kudo që të jemi. Nuk është vetëm agjerimi sikur që përmana, këto adhurimet. Por më që jemi agjërueshëm, dua që të shërbejmë me agjerimin si një model, si një shembull se si e edukon besimtarin që të jetë i mirë, i zellshëm, produktiv edhe për vendin e tij, për qytetin e tij, për banimin korrigjimit, për shoqërinë që i takon dhe i përket, madje për mbar njerëzimin. Të nderuar, gjithçka fillon nga përgjegjësitë. Na do të më kuptojë se çdo njeri në këtë vend i ka përgjegjësitë dhe kompetencë veta. Në momentin kur jemi në pozicione që na takojnë, marrim përsipër përgjegjësitë tona, ne në këtë mënyrë i shërbejmë mas më në vendin tonë. Nga se çdo kaos, çdo shturë dhe çrregullim realisht fillon nga ikja nga përgjegjësitë, te kalimi i kompetencave apo edhe mos shuzimi i dur i kompetencave. Përmendoj për shembull nëse ne kryetari i shtetit nuk i kënë përgjësi çfarë i ka. Ka përgjësi më kujdes për këtë aspekt, këtë më organizu, dhe nuk i merë përgjësit.
çfarë do të ndodhë në atë vend? Nuk ka zhvillim, nuk ka përparim. Ku është komplet adresa e këtij problemi, për shkak se një individ i cili ka pas përgjegjësi, s'ka marrë përgjegjësi që i takoj. Çdo krizë ndodh për shembull, nëse ndodh ndonjë çështje mes besimtarëve, është përgjegjësi e institucionit të Bashkisë Islame që të merr përgjegjësinë që i takon edhe me një rregull që është mes besimtarëve. Pra gjithçka është e ndërtuar me përgjegjësitë. E agjerimi në mënyrë efikase, në mënyrë shumë, të fuqishme, e ushqen të besimtarit përgjegjësinë. Në çdo aspekt. Fillimisht na mbi çfarë baze agjerojmë? Me bazën e përgjegjësisë që kemi karshi besimit. Allah na ka thirrë, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju që keni besuar, domethënë nuk ka thirrë Allah tjerë, o ju që keni besuar. Andaj, në bazë të besimit që e kemi konfirmuar dhe kemi deklaruar, ne kemi përgjegjësi. Besimi na mëson që të bartim përgjegjësi duhet. Nga përgjegjësia jon ka shi deklarimi që kemi në besim është të përgjigjemi Allahut te barekuta me agjerim. Nga përgjegjësia që kemi është të përgjigjemi Allahut me namaz. Nga përgjegjësia që kemi ka shi besimit është të largohemi nga punë të këqija kështu me radhë. Dhe kultivimi i kësaj vlere të ndëruar në shpirtin tonë, në zemrën tonë, na bën të përgjithshëm. Sa më të përgjithshëm, sa më të ndërgjegjshëm që jemi, më efikas, më produktiv jemi. E sa më efikas, më produktiv, dhe të më formuar jemi, më dobishëm për vendin jemi. Në kjo është realisht ajo që besimtarët e bën gjithmonë në kryet e tyre, për faktin saj e din se ka përgjegjësi. Kjo përgjegjësi fillon nga individuale, si individ, çfarë përgjegjësi kam? Islami të ndëruar na mëson që t'i kërkojmë të drejtat tona, po është e vërtetë. Mos lejmë që dikush na i shkel të drejtat. Mos lejmë që dikush na i cënon të drejtat. Mirë po, para se të kërkojmë të drejtat, na mëson që të shikojmë për obligimet që kemi. Andaj Islami na mëson që të japim dhe të marrim. Madje më shumë të japim se që të marrim. Pejgamberi alayhis salam ka mësuar se edhe kur nuk marrim atë që na takon, nuk duhet kjo më na pengu që të japim atë që kemi obligim. Qase shumë njerëz kanë të kurzuar dhënien me marrjen. Nëse nuk merr, nuk jep. Nëse Islami nuk na mëson kështu. Për faktin se dunjaja nuk është fundi i udhëtimit tonë. Ato që ka merr në këtë dunjë është me drejtën tonë, nëse të takon. Ato që nuk e merr, dikush ka privuar nga kjo, kërkon rrugët me marrë të drejtën. Nëse nuk e merr, mbetet takimet e kalloj mënuar. Por kjo nuk të lënë asnjëherë që ti pastaj të bësh shkelës, e shpërfillës, edhe mos zbatosh obligimeve që ke. Transmeton Imam Ahmedin e Musnedin e tij ku i dërguar se ka thënë: "Addil amanata ila man i'tamanak wala takhun man khanak." Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, çaja në vend emanetin që ke marrë, përgjegjësinë dhe mos e mashtro atë që të mashtron ty. Nëse dikush të tradhon, ti mos tradho. Nëse dikush të gënjen, ti mos gënje. Nga se ti duhet të mbetesh besnik të përgjegjësive që i ke, edhe kur dikush i shkel ato përgjegjësi. Kjo është e jona. Të kryjmë përgjegjësitë tona, e çdo kush pastaj është në ndërgjegje në karakterin, por edhe në llogaridhënien e gjykimit se sa i përmbahet ai përgjegjësive që i takojnë. Kështu Islami na mëson si të ndërtuar dhe aktiv, duke u nisur gjithmonë nga përgjegjësitë që i kemi, nga se jemi agjërueshëm pikërisht si përgjigje ka përgjegjësive ndaj besimit që kemi. E përgjegjësia ka si besimit na shtyn që pastaj t'i kryjmë edhe përgjegjësitë ka si vendit, shoqërisë, familjes e kështu me radhë. Të ndëruar, për të qenë këtë përgjegjësi shumë të ndara, shumë të qarta, shumë praktike, shumë konkrete, Islami ka detajzuar deri në detajet më të imta. Çdo kujt e ka caktuar rolin që e ka. Prandaj, gruaja ka rolin e vet në shtëpinë e saj, burri ka rolin e vet si kryefamiljar, dytë kanë përgjegjësi për fëmijët e tyre që t'i edukojnë e kështu me radhë. Pastaj tutje fëmijët kanë përgjegjësi ka si prindërve. Deri në detaje është shpjeguar se si manifestohet përgjegjësia e fëmijët ka si prindët. Se për këtë fëmijësisë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në vazhdimsi më inkurajonte, në vazhdimsi më porosiste Xhibrili për fëmijën sa që kisha përshtypjen se ka më apo trashëgimtar. Pisa me i dhon, aq shumë i ka kushuar mendje fëmijësisë. Domethënë, ti je i përgjithshëm, kujdes për fëmijët. Sa ka ditë që nuk është musliman i mirë i cili me pa përgjegjësi ngopet dhe nuk është i kujdesshëm për gjendjen që e ka fëmijë i tij, në çfarëdo aspekti.
E sa udhëzime tjera që na mësojnë se si të sillen me fqinësinë. E sillemi me fqiun, ndërtimi i raporteve të mira me fqinësinë është direkt në shërbim të vendit, nga se unë, ti dhe ai, e ata, e fqiu në ata, jënë pjesë e shoqërisë e pjesë e vendit. Andaj stojmë me këto përgjegjësi të ndara dhe këto kompetenca që na jep, realisht ndërton shoqërinë dhe më thonë se si duhet të bashkëpunojnë në këtë aspekt. Prandaj përgjegjësi duhet respektuar të ndëruar. Sot ka një tendencë fatkeqësisht, një frymë që vije nga anë të ndryshme për të shtuar të përgjegjësi, për të bërë hallakam në kompetenca, për të ndërhyrë brenda familjes, për të zhbërë rolin e prindërve, për të zbërë këtë rol që e ka historikisht që nga fillimi i njerëzimit që Allahu ja dha njeriut rolin e prindit ka fëmijët e tij. Sot tentohet të zbehet roli i prindit, të dobësohet autoriteti i mësuesit, i të diturit, për çfarë arsye? Që realisht të bëhet një kaos në shoqëri. Dikujt nuk e konvenon zhvillimi i këtij veni dhe ndërtimi i shoqërisë. Prandaj edhe tenton që të ndryjnë kompetenca edhe detyra. Ne duhet që të ndryjmë vëllezër, të ruajmë këto kompetenca, të ruajmë detyrat dhe përgjegjësitë që i kemi, secili nga aspekti që i takon. Nga se Allahu xhalla xhelal na ka mësuar në Kur'an se do të japim përgjegjësi për atë që jemi ngarkuar me të. Dhe pejgamberi më tha: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Çdo kush nga ju është përgjegjës dhe në bazë të përgjegjësisë do të jap llogari tek Allahu i manduar. Pastaj ju duhet të detajuar ato përgjegjësi. Burri është përgjegjës, gruaja është përgjegjës, udhëheqësi përgjegjës, edhe bariu përgjegjës, e çdo kush është përgjegjës në atë që i është besuar. Nga udhëzimet, agjërimet dhe edukata që ne fitojmë nga agjërimi, e që është në shërbim të vendit të ndëruar, është edhe agjërimi na mëson që të jemi gjithmonë në vëzhgimin hyjnor. Sa ka probleme në shoqëri që bën për faktin se atje nuk arrin kamera, nuk arrin syri e njeriut. Sa njerëz keq përdoren, marrin rishfet, ose nuk janë të përgjithshëm për faktin se kanë një garancë se nuk përfshihen nga syni i shtetit. Nuk përfshihen ndoshta nga kamerat, mund të shpatojnë gjykimeve pse më radh. Dhe përdesa njeriu realisht ka tendenca të tilla të ikë nga syri i dikujt, nuk mund të jetë produktiv. Ai mund të jetë produktiv vetëm kur ka presion shoqëror, kur ka shikim të shtetit, po kur i nga këto, i kthehet pastaj egoizmi dhe përfitime personale. Dhe sa agjërimi lufton këtë. Shikoni një besimtar të nderuar vëllezër, si e kultivon të muslimanin mbikëqyrjen e Allahut te barekuhu teala në çdo vend, pavarësisht a është në kamera, a është syri i shtetit i kthyer këaj, a do të jetë nesër para gjykatorës, apo do të jetë dikon tjetër për të shërbërenësi. Për të shërbërenësi se Allahu e sheh. Për këtë arsye, nga ky aspekt, kjo edukat e bën besimtarin gjithmonë, çdo vend produktiv, të dobishëm, madje edhe atë tash kur nuk e sheh askush. Secili prej neve ka mundësi që fshehur azi të penujë. Ka mundësi që duke marrë abdes, se gabimisht të qenë ujë brenda. Pse nuk e bën këtë? Pse as i pik ujë se bën? Madje me vojsh pak me dyshu se një pik ujë për shkon poshtë, bën mundin maksimal duke e dëmtuar dhe vetën shëndet që ta vjellat pjesë apo që mos shkon diçka poshtë fytyrës të tij. Disiplinuar deri në maksimum në shifë, me minuta, madje me sekonda, kur kalon koha nuk pim më asgjë, nuk bëjmë asgjë. Presim iftarin në zanin me minuta, me sekonda, nuk bëjmë iftar para se të thirrë zanin. Pse kjo disiplinë? Për shkak se besimtari është i bindur se Allahu po e përcjell. Nuk e sheh kryetari i Bashkisë Islame, as nuk e sheh muezini i xhamisë, as nuk e sheh dikush tjetër. Sa më rëndësi, inshallah i mënduar. Andaj një besimtar i formuar, një besimtare e formuar në frymën e këtij mësimi, i edukuar në frymën e këtij adhurimi, padyshim se kudo që e vendos është dobishëm. Kudo që tjetë ai bën hajër. Nga se tek e fundit nuk plesh shpëlim nga njerëzit. Allahu xhallahu ala na ka mësuar udhëzimin e profetëve që janë shembull jon, të cilët na thanë kështu: Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne japim, kontribuojmë për hir të Zotit. Nuk presim nga ju mirënjohje e as certifikata, as falënderime. Besimtari realisht është i prirur nga përgjegjësia brendshme e besimit të jetë i mirë.
pavarësisht mirënjohjeve, pavarësisht falëndrimeve, nuk e dekorojnë asnjëherë injorimi, nuk e dekorojnë asnjëherë shpërfillja, nga se i mjafton si i inkurajim besimin e brendshëm që të jetë i dobishëm e të jetë i mirë. I mjafton mbikëqyrja hyjnore që të jetë gjithmonë i dobishëm, pavarësisht shive të tjerëve, apo lavdatave të tjerëve, apo certifikata që mund të marrë nga të tjerët. E një besimtare të formuan këtë frymë të ndërlozur, e që agjërimi është realisht një manifestim i kësaj edukate, nuk ka si tjetë dyshe pas i dobishëm edhe për shoqërinë, edhe për vendin, edhe për mbar njerëzit, sikur që ishte Muhamedi alayhi salatu wasalam. Prandaj, kjo ndjen, kjo edukat na bën që të jemi në shërbim, kudo që jemi, madje edhe atëherë kur nuk gëzojmë për krahin e duhur, madje edhe atëherë kur nuk e kemi mirënjohjen e duhur apo falëndrimin e kërkuar. Tjetër të ndëruar aspekt i kësaj edukate që e përfitojmë nga agjërimi e që përkthehet pastaj me produktivitet në shërbim të vendit është edhe eleganca e veprës, përpjekja që të bëhet sa më mirë. Muslimani nuk i bën punë shkële shka, nuk i bën sa ta përfundu, jo, por e bën sa është më smirje mundshme. Çfarë tha pejgamberi asë? Shikoni këtu këtë ditë agjërimit. Muhamedi alayhi sallam ka thënë: "Men lam yada qawl az-zuri wal 'amal bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'ama wa sharaba." Ai që nuk e lën fjalën e keqe, sjelljen e keqe, nuk ndikon agjërimin në përmirësimin e sjelljes së tij, nuk ka kërkuar Allah nga ai që braktisë vetëm ushqimin dhe pije. Domethënë, agjërimi me braktisë të ushqimit dhe të pijes, pa reflektim në sjellje, pa reflektim në moral, është një agjërim shkële shka, sipërfaqësor, formal, e ky nuk është i kërkuar nga besimtari. Andaj besimtari gjithmonë tenton me perfekcionu agjërimin e tij, me bë sa më të mirë, për faktin se e din se Allahu xhallahu ala e ka obliguar për të realizuar objektiva madhore, jo vetëm t'i bën ato në mënyrë formale. Dhe në anën tjetër e din se sa ma vepër e ka cilësore, tek Allahu më tepër shpërblehet. Prandaj kjo është motivi që e bën besimtarin të motivuar që veprat e tij të gjithmonë cilësore dhe kualitative. Sa ka asa shërbime që i gjejmë të ndëruar pranishëm që janë kryer disa punë, po ju mungon cilësia dhe kvaliteti, e pastaj rënohet pas pak kohë, prishet pas pak kohë. Gjejmë shpesh herë shërbime, po që nuk janë cilësore. Dhe këtu nuk mund të jenë në shërbim të qytetarit, nuk mund të jenë në shërbim të vendit, pa qenë cilësore dhe kualitative. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë: "Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina." Allahu don që kur dikush nga ju bën punën, ta bën si më së miri. Kudo që ti është bënë si më së miri. Si më së miri. Jepe mundin, jepe kontributin, jepe përpjekjen tënde maksimale që ta bësh ashtu si më së miri. Ai që ka këtë mendësi, ai që ka këtë kulturë, ai që ka këtë edukat të ndëruar, të shprehur në adhurime, kur të falet bukur, kur të lexon Kur'an, lexon mirë, kur të agjeron si duhet, i kompletuar. E kjo pastaj përkthehet në sjellje, kur flet mirë, kur të komunikon është i këndshëm, është i mirë, por edhe kur kontribon, edhe kur punon, padyshim se është në maksimumin e zëvendësishmërisë, produktivitetit edhe cilësisë. Kjo është muslimani. Një njeri i tillë me këtë përgatitje, me këtë formim, me këtë edukat, nuk mund të jetë ndryshe se në shërbim të vendit të tij dhe jo vetëm, por edhe në shërbim të komplet botës, të ndëruar vëllezër. Pse ka nesë tjerë për para shumë? Për faktin se janë prekupuar me detajet, me bësi si mas mire. E ke pa, e din qartas një produkt nga cila anë e botës vjen. Një produkt që është shumë cilësor, kvalitativ, që është, domethënë, i shpërfaqur për kushtimin çdo detaj që si mas mire, ti e din nga cila anë e botës vjen. Ndërsa një produkt i cili realisht është shkele shka, të bën një javë të prishet, e din nga cila anë e botës vjen. Dhe këty ndallimet në zhvillimin përparim. Andaj Islami që herë na ka mësuar që gjithçka ta bëjmë si mas miri. Gjithçka ta bëjmë si mas miri. Nga sa Allahu don kur dikush e bën punën, ta bën si mas miri. Ta bën ashtu që është mas bukuri, nga sa Allah është i bukur edhe don bukurinë. Kjo bukuri, kjo zëshmëri, kjo përpjekje për ta ngritur cilësinë e veprimit e bën besimtarin
kontribues produktiv edhe për vendin e tij. E një nga kontribuesit kryesor në këtë mendësi, në këtë edukatë është padyshim agjerimi. Agjerimi nga se ka një elegancë agjeruesi që te kanon formalitetin e braktisjes së ushqimit edhe të pijes. Nga ato që më përmend të ndëruar, ajo që e shpërfaq gjithashtu gatishmëria e një besimtari që tjetë i zellshëm për vendin, i dobishëm për vendin, tjetë produktiv gjithmonë, e që den nga mësimi i agjerimit është edhe fakti se agjerimi realisht mbjell në zemrat tona dashnin për një tjetrin dhe bashkëpunimin. Andaj të ndërrozër, nuk mund të ndërtohet veni e një të përqanë, nuk mund të ndërtohet veni e një të softuar, nuk mund të ndërtohet veni e sës një interesin e personal, pavarësisht dëmtimi që është shkakton tjetër, nuk mund të ndërtohet shtot. Veni ndërtohet kur e dëm një tjetër. Veni ndërtohet kur e respektojmë një tjetër, kur respektojmë kuadrat, ekspertët, profesionistët, kur çdo kujt japon vendi që meriton. Kështu ndërtohet veni. Veni ndërtohet kur secili jep punën e tij dhe bashkëpunon me tjetrin. Ndërsa çdo kush me gjën e vet e interesin e vet, kështu vendi zvohet. A ka më bukur se agjerimi në aspektin e ndërtimit të bashkëpunimit dhe kultivimit të unitetit? Vështirë me gjetë. Çfarë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Tha, as-sawmu yawma yasumu an-nas, wal-fitru yawma yuftiru an-nas. Agjerimi është kur njerëzit agjerojnë. Domthonë nuk ka hyrje individuale në agjerim. Nuk ka secili vetëm hyrje me një mal me thonë unë e pash hanën, e ti ju nëse pash hanën. E ky që ka pasur xhinon, e ky që s'ka pasur xhinon. Jo s'ka kështu. O him bashk, o presën derisa ta shohim me him bashk. Edhe në bajram dalëm bashk. Nuk është bajram me mahalla, që mahalla ka bajramin tajtën e kjo ka gjumon. Ndaluar. E kemi një institucion, e kemi një autoritet. Ata shpallin bajram dhe ne gjithë pas tyre pastaj urojnë bajramin. Ata shpallin Ramazan dhe ne të gjithë pas tyre agjerojnë. Dhe kjo frit e unitetit të ndëruar, nëse përkthehet në gjitha fushë jetës, sa do të ndryshon të vendi jonë. Sa do të ndryshuar e ecim përpara. Dallimet ekzistojnë mes njerëzve, ka mos pajtime në mendime, është normale, dhe kjo është pasuri e vendit, që dikush të ketë një mendim, dikush të ketë një qasje, kjo është normale. Mirë po, në fund ditës të gjithë bashkë duhet jemi. Të gjithë bashkë duhet jemi. Në fund ditës të gjithë një grusht kundër armiku duhet jemi. Në fund ditës të gjithë duhet jemi bashkë në ndërtimin e vendit tonë. Imam Shafiu rahimullah pat një debat me një nga dietarët e tjerë. Rreth një çështje nuk ka pajtim. Ky thonte duhet, ai thonte s'duhet, çështje dietarësh. Se ti shpalosi argumentet e tij dhe kur përfundoi debati, ai shkoi në shpejt vet, ky në shpejt vet. Pas pak orëve, Imam Shafiu rahimullah shkoi të rriti derën atij që pati me të debat. E i tha, doli të dera të porno, thanë dëgja, pse spajtohemi, s'do më thonë që s'duhemi. Andaj ku më thonë që du për i zote, pse spajtohemi me ty. Shiko këtë elegancë, shiko këtë zot një lakt për spajtimit, apo, nuk mund t'jemi të uniformuar mendim, uniform. Njerë dallojnë mendime, është normale. Më rëndësia që mendimit të formohen në bazë argumentet dijes, jo hamendës dhe epshet. Pastaj, diskutojmë çështjet, por asnjëherë nuk duhet lejohet që të eskalon çështja në ndarje, në përçarje kështu me radhë. Në fakt keq është retorika shpesh edhe e shumë qartësive politike, partijake, nuk është në shërbim të unitetit e bashkëpunimit, por është në coptim fatkeqësisht. Prandaj ne presim që realisht të prodhojnë një vllaj vedie të përgjithshme kolektive që përkundër dallimeve dhe garave që janë normale, në fund ditës të jenë në shërbim të unitetit e bashkëpunimit të ndërsjellë mes popullit. Andaj ne mësojmë të kom bashkë, jemi bashkë, edhe një iftar kur dahemi të ndërrojë vëllezër dhe motra. Në gjithë përshën e sofrat tona, apo, ndara si jemi fizikisht, çdo kush shpit vetë, çdo kush dikun bën iftar, fizikisht të ndarë, mirë po, në tjera aspekte, mendrisht, me kohën, me vendin, jemi bashkë, ku dhe që ti bën iftar, ki me bën iftar me ezani që jadun ka me bën iftar, një jemi, ku dhe që ti je, që kemi bën iftar, edhe aja tje, në cep tjetër të Kosovës, edhe aja tje ka me bën iftar, me të njëjtin ezan që ti kemi bën, një jemi, me të njëjtin tagrim që ti kemi elon syfirin, ka me elon dhe aja tje, me të njëjtin, një jemi.
Andaj kjo kulturë e këtij uniteti, këtij bashkëpunimi, këtij funksionimi kolektiv, realisht na edukon që ta bartim këtë edukat edhe në fusha të tjera të jetës, edhe atë jemi bashkëpunëtor, jemi bashkëpunik, madje edhe atëherë kur ndoshta nuk jemi të një mendimi. Apo shihni të ndëruar, Islami çfarë kontributi jap njerëzve, i bashkon, i unifikon, i ndihmon me i menaxhu mendime ndryshe, kultivon të ata vlerën e dashurisë, respektit, përkundër dallimeve, jo vetëm mendime, madje të gjuhës, e të racës, e çfarë do bëjmë që ka njerëz në zveti. Megjithatë, Islami na mëson që të bashkëpunojmë dhe të jemi bashkë për kauzat e përbashkëta që na bashkojnë, për të mirën e njerëzimit në përgjithësi. Nga aspektet, mos me zgjat, me shku ka fundi, që agjerimi të ndëruar e edukon besimtarin dhe kjo edukat pastaj përkthehet praktikisht në shërbim të vendit në kontribut, është edhe aspekti i sigurisë dhe paqes. Kontributi më të madh për vendin mund ta japë të ndëruar vëllezër nëse rrujmë paqen dhe sigurinë që kemi. A nuk është mirësi që udhëton natën në Kosovë në çfarë do ore dhe nuk frikohet se të mund dikush? Elhamdulillah, në një studim që është bërë kohëve të fundit, se një grua me dalë vonë natën, sa ndihet e sigurt, Kosova është ranguar kohë natë në listë e vendeve të sigurta. Elhamdulillah. Duhet ende më lart shkojmë, ende më lart. Të rangohemi me të pa për shkak se gjitha kapaciteti kemi të jemi vend i sigurt. Dhe çdo tendencë për me lkun këtë siguri duhet bashkë ta luftojmë. Nuk guxon askush me asnjë siguri, për shkak se kemi të paguar me gjak, e kemi të paguar shtrajt, e kemi prit shumë këtë kohë që vim në histori nga Mitrovica, edhe s'kemi frikë që na nal dikush kur. Para luftës kemi ardhur kështu. Para luftës kemi ardhur, po jemi nal në 100 punkte me 100 gazete, apo të çon, apo mjaftohet me një bërtime të shtatme, apo do të marrësh rrethakaresh apo goditje. Kështu ka qenë. Ke qenë vazhdimisht i pasigurt, dhe jo vetëm në rrugë, po në shtëpi tonë s'ka qenë i sigurt, në punën tonë s'ka qenë i sigurt, as natën as ditën. Sot është e kundërta. Sot është e kundërta. Udhto kur dush, madje në 3 natës më ndal policia me kënaqësinë më të madhe hap xhamën e përshëndet nga sot vllau apo motra jote. Kjo siguri të ndrohesh është begati. Allahu te barek o taala u përmendi kurajshë begatinë e sigurisë që kishin. Nga se keni siguri, Allahu te barek o taala shkatroi Ebrehen që erdhi me shkatrur Qabën dhe si pasojë e këtij shkatrimi që e pretoi një ushtri e madhe, u bë Qabë vend i sigurt. S'kishte guxim kush me e prek, nga se e dinin se erdhën Zoti. E këtë begatinë e sigurisë, Allahu u përmendi kurajshëve, me qenë të sigurt. Ku është besimi? Ku është falërimi te Allahu të mënduar? Andaj të ndëruar, agjerimi na mëson që të kontribuojmë për sigurinë dhe për paqen, ka cilë aspekt. Nëse agjeruesi të ndëruar nuk flet fjalë të këqija, po flet fjalë të mira, a sot kjo në kontribut të paqes? Realisht, çdo konflikt mes njerëzve fillon për fjalëve. Sa fjalë kanë nxit luftra, sa fjalë kanë nxit ndarje mes bashkëshortëve, sa fjalë kanë nxit përleshje mes vëllezërve, sa fjalë kanë nxit përleshje mes fëmijëve. Fjalë. E këtë fjalë agjeruesi që ndikon në trazim të shoqërisë, në humbje sigurisë, nuk e thot. Për shkak se është agjerueshur. Madje të ndëruar, edhe kur dikush e provokon me fjalë që ky nëse e kthen, cënon sigurinë e përgjithshme, nuk e kthen, nga se thot inni mru'un sa'im. Thot unë jam agjerueshur, paqe që nga unë, siguri, nuk ka pasuri nga unë. Po edhe mbi agjerimin, në tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani vërtet është ai i cili të sigurt janë, dëgjoni këtë fjalë, të sigurt janë të tjerë nga gjuha dhe dora e tij. Nuk mund të jetë kur dikush i pasigurt nga gjuha e muslimanit. Në çfarë aspekti? Nuk ja përhap asnjë tmet, nuk ja përhap sekretin, nuk ja përgojon. I sigurt je se në ato ne ku nuk je ti. Nëse ka musliman devotshëm, do të jetë i mbrojtur deri yt, do të jetë i mbrojtur karakteri ndër ligjet jote për shkak se do të mbetesh i sigurt nga gjuha jonë përderisa kemi iman. Do të mbetesh i sigurt në pasurinë tënde, në jetën tënde, në nderin tënd përderisa kemi iman.
Kush siguron më mirë se muslimani në nderin e të tërkujna? Kush e ruan nderin e të tërkujt më mirë se muslimani? Të ndëruar. Kush e ka ruajtur gruan më mirë se Islami? Askush. Në njëri këtyre mësime gruaja ka qenë gjithmonë e ruajtur, kënare, e ndershme. Ka dominuar trupin, ka dominuar turpi, ndershmëria dhe pastërtia dhe qytetësia morale. Prandaj siguria me këtë kuptimet e saj, siguria fizike, siguria në pasuri, siguria morale, siguria e besimit, siguria e lëvizjes, e shumë lloje të sigurisë janë të garantuara përmes mësimeve të Islamit, në çfarë përmes agjerimit, ku solla vetëm një shembull të kontributit të agjeruesit për sigurinë dhe paqen e përgjithshme. Urimi për Bajrama nuk është tregues i sigurisë dhe i paqes, padyshim se po. Të ndëruar, teravi që dalin me fal, mos me pas siguri nuk mund me fal. Andaj besimtari i kontribon sigurisë për mujt pasaj natën me dalin me fal teravi. I kontribon sigurisë për mujt lirshëm me dalin me fal sabahun herët që duhet. Nga se në mungesë sigurisë nuk mundesh lirshëm me dalin me fal sabahun, kur s'ka njerëz edhe kur tjetër janë në gjumë. Prandaj kemi shumë arsye, motive dhe mësime që t'i kontribuojmë sigurisë nga çdo aspekt. E ndërtuar thashë dhe agjerimi. Dhe në përmbyllje të ndëruar, ajo që mund tjetë gjithashtu nga treguesit se si agjerimi kontribon në ruajtje, në ndërtimin e vendit, është edhe padyshim ajo, ndoshta kupolla ajka e agjeruesit e që është sjellja dhe edukata e tij. Sjellja dhe edukata e tij. Të ndëruar, nëse me një vend njerëzit urrehen, kanë zili me zvete, kanë lakmi për t'ia marrë tjetrit atë që e ka, a mund të përmendohet ky vend i zhvilluar dhe përpara? A mund ndërtohet ky vend? Jo, të ndëruar. Nuk mund të ndërtohet vendi me inat. Nuk ndërtohet vendi me zili e me urrejtje. Vallahi nuk ndërtohet kështu. Vendi nuk quhet përpara. Emaneti i dëshmorëve nuk jetësohet e ne duke luftuar për një plumb tokë, për një megje caktuar. Jo, valla nuk shkon kështu apo. Nuk shkon kështu. E po çush një apo të edukohemi me edukatën e agjerimit. Me edukatën e agjerimit. Ku tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që ka merr, ai që nuk ka lënë fjalën e keqe, sjellën e keqe. Nuk e kanë Allah nga i melon ushqimin dhe pijen. A ka më i sjellshëm, më edukuar, më i moralshëm se agjeruesi? A ka më mirë se agjerueshëm besimtari i cili ka dhëmshëri për tjetrin? Ti agjerueshëm në mënyrë direkte, praktike, konkrete, e ndjen në shpirtin tënd atë që është agjerueshëm dhunshëm. Ti agjerueshëm vullnetshëm, me dëshirë dhe me dashuri për hir të Allahut. Ka njerëz që agjerojnë për faktin se në orë në askan të sigurojnë ushqim për fëmijët e tyre në sofrat e tyre. Nuk ka siguri në shtëpitë ku janë. Dhe kjo bashkëndjesi që na shtyn në solidaritet në bujari në mënyrë më të mirë të mundshme kultivohet duke qenë agjerueshëm. Prandaj atje ku ka dhëmshëri, atje ku ka të ndëruar vëllezër dashni, atje ku ka solidaritet, ku ka bujari, ka ndërtim dhe ka prosperitet. A ka më bujar sa agjeruesi? A ka diçka më e fuqishme që kultivon bujarin, dërdhënjen, zemërgjërsin, se sa që e bën agjerimi? Sikur thotë Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, i dërguar ai ishte bujar. Mirë po, në Ramazan ishte shumë fish më bujar. Agjerimi kultivonte të ai bujarin. Dëgjimi dhe leximi i Kuranit kultivonte bujarin. Prandaj, ku ka dërdhënje, ku ka zemërgjërsi të ndëruar, ku ka respekt, ku ka dëmshëri, ku ka mëshirë, ka përparim. E këto mësmiri i përmbledh, i kultivan dhe i rrit në zemrat tona agjerimi. Prandaj nga ky aspekt të ndëruar, proneshëm agjerimi na edukon në frymën e shërbimit për të mirën e vendit, të popullit, por edhe njerëzve mbar. E shumë shembuj tjetër të cilat duhet marrë seriozisht të ndëruar vëllezër. Ne duhet të mësimet i marrim seriozisht, të përkthejmë praktikisht në shërbim të familjeve tona, në shërbim të shoqërisë tonë, vendit tonë, të jemi një model i mirë se si Islami ndihmon në ndërtimin e vendit, sikur që e ka dëshmuar të parët tanë, e ka dëshmuar se Islami ka mësuar për trimni, e për bujari, po edhe për sabër të mbanë situatat shumëta. Frymëzimin e kanë pas nga mësimet e Muhamedit alayhi salatu wasallam, edhe ja kanë dalë
edhe atë kur ndoshta i kanë pas sofrat e varfëra, edhe atë kur ndoshta i kanë pas shtëpia të ngushta, por zemrat e gjella i kanë pas, edhe zemrat e pastra i kanë pas. Prandaj ne kërkojmë që tras të zgjerimit të shtëpive tona dhe pasurimit të sofrave tona të pasurohet edhe zemra me vlera, të pasurohet me emocione dashni, por të zgjerohet që ta zën edhe tjetrin, e që mos të kemi zilin e inate e urrejtje kashim njëri tjetrit. Këto janë disa nga udhëzimet edukative që agjerimi të ndëruar i mbirr në zemrën tonë, i kultivon dhe mund të jenë në mënyrë perfekte në shërbim të vendit. E shumë të tjera, por që me kaq po e do fund. Zoti ju shpërblet për vëmendjen, për mundësinë. Allahu na bashkoft mirë gjithmonë. Na boft Allahu xhallahu ala gjithmonë në krye të përgjegjësisë si duhet, të përgjegjshëm, të vëmendshëm, të ndërgjegjshëm, të sjellshëm, të zëdhshëm, produktiv, në frymën e asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. Zoti ju shpërblet. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.